Në një kohë të largët, kur bota ishte më e re dhe magjia rrjedhte si uji i pastër nëpër pemë dhe lule, jetonte një blet e vogël që quhej Zana. Ajo nuk ishte një blet e zakonshme. Krahët e saj shkëlqenin si ari i pastër në dritën e diellit, dhe kur fluturonte, pastaj linte një gjurmë të hollë prej pluhurit të artë që bënte që lulet të lulezonin më bukur se kur më parë. Zana jetonte në një kopsht të magjishëm që ndodhej në zemër të malit më të lartë të Alpeve shqiptare. Ky kopsht nuk mund të shihej nga njerëzit e zakonshëm, sepse ishte i mbrojtur nga një magji e lashtë që e bënte të dukshëm vetëm për ata që kishin zemër të pastër dhe shpirt të mirë. Pemët e këtij kopshti mbanin fruta prej kristali që tingulonin si këmbanat kur i prekje era, dhe lulet nxirrnin aromë kaq të ëmbël sa edhe ngjit e qiellit zbrisnin për t'i nuhatër. Çdo mëngjes, Zana zgjohej me të parët rreze të diellit dhe fillonte punën e saj të shenjtë. Ajo udhëtonte nga luleja në lule, duke mbledhur nektarin më të pastër dhe duke e kthyer atë në mjalt të artë që kishte fushi shëruese. Por mjalta e Zanës nuk ishte si mjalta e zakonshme. Kush e shionte atë, shërohej nga çdo sëmundje, zemra i mbushej me gëzim, dhe shpirti i qetësohej si det në ditë të qetë. Në këtë kopsht magjik jetonte gjithashtu edhe një ari i madh dhe i fuqishëm që quhej Dardi. Dardi ishte mbretëri i të gjitha kafshëve të malit, dhe trupi i tij i madh ishte i mbuluar me gëzof kafe të errët që shkëlqente si bakri në dritën e hënës. Sytë e tij të mëdhenj dhe të urtë kishin ngjyrën e qiellit të sturmës, dhe kur shikonte dik, duke i sikur po i lexonte shpirtin. Dardi ishte ruajtësi i kopshtit të magjishëm. Ai ishte zgjedhur nga perënditë e lashtë për të mbrojtur këtë vend të shenjtë nga të gjithë ata që do të donin ta shkatërronin apo ta përdornin për qëllime të këqija. Por edhe pse Dardi ishte i fuqishëm dhe i frikshëm, ai kishte një zemër të madhe dhe të butë. Ai e donte natyrën dhe të gjitha krijesat e saj, veçanërisht Zanën, të cilën e konsideronte si motrën e tij të vogël. Çdo ditë, Zana dhe Dardi kalonin kohë së bashku në kopsht. Zana i tregonte Dardit për aventurat e saj të vogla ndërsa fluturonte nga lulja në lule, dhe Dardi i tregonte asaj për ditët e vjetra kur kopshti ishte ende më i ri dhe kur perëndit vinin shpesh për të pushuar në hijen e pemëve të mëdha. O Zana e vogël, i thoshte Dardi një ditë ndërsa shtihej në hijen e një druri të madh të artë, a e di se çfarë bën mjalta jote kaq të veçantë? Zana ul në një lule të kuqe pranë tij dhe tha, jo Dardi im i dashur. Unë thjesht bëj atë që më thot zemra. Fluturoj, mbledh nektar dhe e bëj mjalt. Por të gjithë më thonë se ka diçka të veçantë me të. Dardi buzëqeshi butësisht. Mjalta jote është e veçantë sepse ti e bën me dashuri të pastër, Zana. Çdo pikë e saj mban brenda dashurinë që ti ndjek për të gjitha krijesat e kësaj bote. Kjo është arsyeja pse ajo shëron jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Zana e pa Dardin me sy të mahnitur. Por ti o Dardi, çfarë të bën ty kaq të veçantë? Pse të zgjodhen perëndit për të ruajtur këtë kopsht? Sepse, tha Dardi, duke shikuar qiellin, unë kam mësuar se forca e vërtet nuk qëndron në muskujt apo në dhëmbët e mpret, por në dashurinë dhe në guximin për të mbrojtur atë që është e drejtë. Kopshti ynë është vendi ku ruhet harmonia mes të gjitha krijesave, dhe kjo harmoni duhet të mbrohet çdo çmim. Kështu dita pas dite, Zana dhe Dardi forconin miqësinë e tyre. Ata ishin si dielli dhe hëna të ndryshëm në dukje dhe madhësi, por të bashkuar në qëllim dhe në dashuri për kopshtin e tyre të dashur. Një ditë, kur vjeshta po vinte dhe gjethet po merrnin ngjyra të arta dhe të kuqe, një hije e errët u shfash në horizontin e largët. Ishte Morghani, një magjistar i errët që kishte dëgjuar për kopshtin magjik dhe për mjaltën shëruese të Zanës. Morghani kishte zemrën e zezë si thëngjilli dhe shpirtin e mpir nga uria për pushtet. Morghani kishte kaluar shekuj duke kërkuar mjaltën e Zanës, sepse ai besonte se nëse e konsumonte atë, do të bëhej i pavdekshëm dhe do të mund të sundonte mbi të gjithë botën. Ai kishte dëgjuar gjithashtu se kopshti ruhetej nga një ari i fuqishëm, por ai nuk i jepte rëndësi kësaj. Morghani kishte magji të errët që i lejonte të kontrollonte krijesat e natyrës dhe të i kthente ato kundër njëra tjetrës. Një mëngjes, ndërsa Zana po mbledh nektar nga lulet e saj të preferuara, dhe Dardi po pushonte pranë një burimi kristal, qielli papritur u errësua. Era e ftohtë filloi të fryej, dhe lulet filluan të fishkën dhe të tharren. Zana e ndjeu menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Dardi, thiri ajo me zë të drithëruar. Diçka e keqe po vjen.
Dardi u ngrit me njëherë në këmbë, dhe hundët e tij e ndjeu aromën e keqe që po vinte me erën. Morgani, murmuris ai me zë të thellë. Më në fund na ka gjetur. Kush është Morgani? Pyeti Zana, duke fluturuar pranë kokës së Dardit. Një magjistar i errët që do të na shkatërrojë të gjithëve për të marrë mjaltën tënde, tha Dardi. Por mos u shqetëso, Zana e vogël. Unë nuk do të lejoj që ai të dëmtojë asgjë nga kopshti ynë. Papritur, një zë i thellë dhe i frikshëm jehoi nëpër kopsht. Dardi, ari i vjetër. Dil dhe përballu me mua. E di se je këtu, dhe e di gjithashtu se ke diçka që më duhet mua. Nga errësira e malit u shfash një figurë e lartë dhe e hollë, e veshur me një mantell të zi që lëvizje si tim. Fytyra e Morganit ishte e zbetë si e një të vdekuri, dhe sytë e tij ishin të kuq si flak. Në dorën e tij mbante një shufër të gjatë të zezë me një kristal të errët në maje. Dardi doli nga fshehtësia e pemëve dhe ju përball Morganit me guxim. Trupi i tij i madh dukej edhe më i fuqishëm në dritën e zbethë të ditës së errësuar. Morgani, tha Dardi me zë të qetë por të vendosur, nuk do të lejoj që ti të prekësh asgjë nga kopshti ynë. Kthehu aty nga ke ardhur dhe lërna në paqe. Morgani qeshi me një të qeshur të ftohtë që bëri që edhe pemët më të forta të dridheshin. Ari i budalla, a mendon se mund të më ndalesh mua? Unë kam magji që mund të lëvizin malet dhe të tharojnë detet. Ti je vetëm një kafshë e egër. Mund të jem vetëm një kafsh, tha Dardi, por një kafsh që do të luftoj deri në frymën e fundit për të mbrojtur atë që do. Morgani nguli shikimin tek Dardi dhe ngriti shufrën e tij. Kristali i errët në maj filloi të ndriçojë me një dritë të kuqe dhe të frikshme. Atëherë le të luftojmë, por kur të kem mundur, gjithçka që është këtu do të bëhet imja. Magjistari i errët lëshoi një rrufë të zi nga shufera e tij që shkoi drejt Dardit me shpejtësinë e erës. Por ariu ishte i shpejt dhe i zgjuar. Ai u hodha anash dhe rrufeja goditi një gur të madh, duke e bërë atë hidhe pluhur. Dardi nuk humbi kohë. Ai u hodh përpara dhe përpiqej të arrinte tek Morgani, por magjistari lëshoi edhe një rrufë, pastaj një tjetër. Dardi detlohej të kërcente dhe të vraponte për të u shmangur nga sulmet magjike. Zana, që po shikonte betejën nga lartësia e një peme, ndjeu zemrën duke ju thyer. Dardi, miku i saj i dashur, ishte në rrezik. Ajo dinte se duhej të bënte diçka, por çfarë mund të bënte një blet e vogël kundër një magjistari të fuqishëm? Betejë vazhdoi për orë të tëra. Dardi ishte i fuqishëm dhe i zgjuar, por Morgani kishte magji të pafund. Edhe pse ariu arriti disa herë të afrohej tek armiku i tij, magjistari gjithmonë arrinte të largohej në çastin e fundit. Kur dielli filloi të perëndonte, Dardi ishte i lodhur dhe i plagosur. Një nga rrufejt e Morganit e kishte goditur në këmbën e pasme, dhe ai çalonte kur ecte. A e sheh, ari i budalla, thiri Morgani me triumf. Ti po do bësohesh, por unë jam ende i fortë. Dorëzohu tani dhe ndoshta do të lejoj që ti të jetosh si sklavi. Kur, gërmoshi Dardi, edhe pse ishte i lodhur. Do të luftoj derisa të mos kem më frymë në trup. Atë natë, pasi betejë u ndërpreu për shkak të errësirës, Zana fluturoi tek Dardi që po pushonte pranë burimit kristal. Ariu i madh po kujdesej për plagën e tij, dhe fytyra e tij tregonte dhimbjen dhe shqetësimin. Dardi, tha Zana butësisht, ti nuk mund të luftosh me të vetëm. Ai është shumë i fuqishëm. E di, Zana e vogël, tha Dardi me zë të përulur. Por çfarë zgjedhje tjetër kemi? Nëse ai merr mjaltën tënde, do të bëhet i pamposhtur dhe do të shkatërrojë jo vetëm kopshtin ton, por të gjithë botën. Zana mendoi në heshtje për një kohë të gjatë. Pastaj sytë e saj u ndriçuan me një ide. Dardi, un kam një plan, por është i rrezikshëm dhe do të më duhet të besoj plotësisht tek ti. Çfarëdo që ke në mendje, Zana, un jam gati, tha Dardi. Nesër, kur betejë të rifilloi, tha Zana, ti duhet ta josësh Morganin që të ndjek larg nga kopshti, drejt grykës së malit. Aty është shkëmbi i madh i bardh, ai që duket si një engjëll me krah të shpalosur. A e di për të? Po e di, tha Dardi. Por çfarë do të bësh ti atje? Mjalta ime ka një fushi që askush nuk e di, tha Zana misteriozisht. Nëse mund ta bind Morganin të haj mjaltën time, ajo do ta ndryshoj për mirë. Por për këtë, ai duhet të jetë i bindur se ka fituar dhe se mjalta është e tij. Dardi e shikoi Zanën me çudi. A je e sigurt? Mjalta jote është shumë e çmuar që ta rrezikosh kështu.
Zemra ime më thot se kjo është e vetmja rrugë, tha Zana. Mjalta ime është bërë me dashuri, dhe dashuria ka fushin të ndryshoj edhe zemrat më të zeza. Të nesërmen, ku dielli u ngrit, Morghani u shfaq përsëri. Ai dukej edhe më i frikshëm se ditën e mëparshme, dhe sytë e tij të kuq shkëlqenin me një dritë të egër. Ari i budalla, thiri ai. A je gati të dorëzohesh? Apo do të vazhdosh këtë luftë të kotë? Kur, thiri Dardi, edhe pse trupi i tij ende dhembej nga plaga e ditës së mëparshme. E jani dhe luftoni, nëse keni guxim. Betejë rifilloi me një ashpërsi edhe më të madhe se ditën e mëparshme. Por këtë herë, Dardi nuk po mundohej të sulmonte Morghanin. Përkundrazi, ai po largohej ngadalë nga kopshti, duke bërë sikur po priste. Morghani, i verbuar nga zjarri i betejës, nuk e vurire se po drejtohej drejt grykës së malit. Zana fluturonte fshehtas pas tyre, duke mbajtur në krahët e saj të vegjël një sasi të vogël por të çmuar mjalt. Zemra e saj rrahte fort, por ajo ishte e vendosur të zbatonte planin. Kur arritën tek shkëmbi i bardhë në formë engjëlli, Dardi u kthye dhe ju përball Morghanit për herë të fundit. Këtu do të mbarojë kjo, thiri ai. Po këtu do të mbarojë, tha Morghani me zë triumfues. Sepse këtu ti do të vdesësh. Magjistari i errët lëshoi rrufën më të fuqishme që kishte lëshuar ndonjëherë. Rrufeja godhiti Dardin drejt në gjoks dhe e hodhi atë tek shkëmbi. Ariu i madh ra në tokë dhe nuk lëvizi më. Dardi, thiri Zana me dhimbje, por ajo e dinte se duhej të qëndronte e fshehur që plani të funksionojë. Morghani qeshi triumfueshëm dhe u afrua tek trupi i palëvizshëm i Dardit. Më në fund, tani kopshti magjik është im, dhe mjalta shëruese e asaj bleta të vogël do të më bëjë të pamposhtur. Por kur Morghani u kthye për të shkuar drejt kopshtit, Zana doli nga fshehja e saj dhe fluturoi drejt tij. Prit, thiri ajo me zë të vogël por të vendosur. Morghani ndaloi dhe e shikoi me përbuzje. Ah, bleta e vogël e artë. Erdhe për të përkulur para meje? Sa e mençur. Jo, tha Zana me guxim. Erdha për të dhënë një propozim. Morghani qeshi. Ti një krije aq e vogël dëshiron të më bësh një propozim mua? Kjo është qesharake. Dëgjo mua, tha Zana. Ti do mjaltën time, apo jo? Unë mund ta të jap atë tani në këmbim të diçkaje. Sytë e Morghanit u ngushtuan nga dyshimi. Në këmbim të çkaje? Në këmbim që ti të ikësh dhe të mos kthehesh kur më këtu, tha Zana. Unë do ta të jap të gjithë mjaltën që kam, dhe ti mund të bëhesh aq i fuqishëm sa dëshiron. Por duhet të premtosh se nuk do të dëmtosh askën tjetër. Morghani mendoi për një moment. Ai mund ta vriste lehtë bletën e vogël dhe ta merrte mjaltën me forcë, por diçka në ofertën e saj e bëri të kurioz. Trego mjaltën, tha ai. Zana nxori paketen e vogël të mjaltës që kishte sjell. Edhe në distancë, Morghani mund ta ndjente fushin magjike që rrjedhte prej saj. Kjo është gjithçka që kam, tha Zana, por është mjaft e fuqishme për t'i dhënë dikujt jetë të pafund. Sytë e Morghanit shkëlqyen lakuriqësinë. Jep ma, urdhëroi ai. Zana fluturoi ngadalë drejt Morghanit dhe vendosi mjaltën në pëllëmbën e tij të ftohtë. Mos harro premtimin, i kujtoi ajo. Po, tha Morghani me padurim. Tani do të largohem dhe nuk do të kthehem kur më. Keni fjalën time. Pa humbur kohë, Morghani e qeli enën e vogël të mjaltës dhe kapi të gjithë atë në një glënik të vetme. Menjëherë, trupi i tij filloi të ndriçojë me një dritë të artë. Po, thiri ai me gëzim. E ndjej fushin. E ndjej pavdekshmërinë duke mu përhapur në përvena. Por pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Ngjyra e kuqe në sytë e Morghanit filloi të zbehte, dhe drita e errët që rrjedhte nga shufra e tij filloi të shuhet. Fytyra e tij e zbet filloi të merr ngjyrë të shëndetshme, dhe shprehja e egër në fytyrën e tij u zëvendësua me një shprehje çudie. Çfarë po ndodh me mua? Pyeti ai me zë të drithëruar. Zana buzëqeshi butësisht. Mjalta ime nuk jep vetëm forcë trupit, Morghani. Ajo jep gjithashtu paqe shpirtit. Ajo pastron zemrën nga urrejtja dhe mbush atë me dashuri. Morghani e ndjeu veten duke ndryshuar nga brenda. Të gjitha ndjenjat e errëta që e kishin konsumuar për shekuj, urrejtja, smira, lakuria, po zhdukespin si mjegulla në dritën e diellit. Për herë të parë në jetën e tij të gjatë, ai ndjeu paqe të vërtetë. Por unë isha i keq, tha ai me zë të butë.
Unë kam bërë kaq shumë gjëra të tmerrshme. E kaluara është e kaluar, tha Zana. Ajo që rëndësi ka është se çfarë do të bësh nga tani e tutje. Morghani u ul në tokë dhe mbylli fytyrën me duar. Ai qau për herë të parë në shekuj, duke qajtur për të gjitha gjërat e këqija që kishte bërë, dhe për kohën e humbur në errësirë. Kur ai mbaroi së qajturi, u ngrit dhe e shikoi Zanën me sy plot mirënjohje. Ti më ke dhuruar gjën më të çmuar në botë, tha ai. Më ke dhuruar shpresën për një fillim të ri. Por gëzimi i Zanës u ndërpre kur ajo kujtoi Dardin. Ajo fluturoi me shpejtësi tek vendi ku ishte rrëzuar miku i saj i dashur, dhe e gjeti atë ende të palëvizshëm. Dardi, thiri ajo me dhimbje. Zgjoj miku im. Morghani është ndryshuar. E gjithë rreziku ka kaluar. Por Dardi nuk u përgjigj. Trupi i tij i madh ishte i ftohtë dhe gjoksi i tij nuk lëvizte fare. Zana filloi të qaj me hidhërim. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Ti nuk mund të vdesësh, Dardi. Ti je shoku im më i mirë. Morghani, që tani ishte kthyer në një person krejtësisht të ndryshëm, u afrua me kujdes. Zana, tha ai butësisht, a mund të bëj diçka për ta ndihmuar? A mund ta kthesh në jetë? Pyeti Zana me shpresë. Morghani tundi kokën me trishtim. Magjia ime e errët nuk mund të jap jetë. Ajo mund vetëm të marrë dhe të shkatërroje. Zana vazhdoi të qante pranë trupit të Dardit. Lotët e saj prej ari ran mbi gëzofi e ariut dhe filluan të shkëlqejnë me një dritë të butë. Pastaj, diçka e mrekullueshme ndodhi. Aty ku lotët e Zanës prekën trupin e Dardit, lëkura e tij filloi të ndriçojë. Drita u përhap ngadalë nëpër të gjithë trupin e ariut, dhe pa pritur, gjoksi i tij filloi të lëviz përsëri. Dardi, thiri Zana me gëzim. Ti je i gjallë. Ariu i madh hapi syt ngadalë dhe e shikoi Zanën. Zana, tha ai me zë të dobët. A je ti, apo jam në botën tjetër? Je këtu me mua, tha Zana duke fluturuar rreth kokës së tij me gëzim. Lotët e mi të kthyen në jetë. Dardi u ngrit ngadalë në këmbë dhe shikoi rreth e qark. Ai e pa Morghanin, por nuk e njohu atë. Burri që po qëndronte atje nuk kishte asgjë nga frikëshmëria e magjistarit të errët që kishte luftuar. Kush është ky? Pyeti Dardi. Ky është Morghani, tha Zana, por ai ka ndryshuar. Mjalta ime e bëri të kuptoj se dashuria është më e fuqishme se urrejtja. Morghani u afrua tek Dardi dhe u përkul me respekt. Ari i madh, tha ai, më fal për të gjitha gjërat e tmerrshme që kam bërë. Unë kam shkaktuar dhimbje të panevojshme dhe e di se nuk e meritoj faljen. Dardi e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj tundi kokën. Të gjithë bëjmë gabime, Morghani. Ajo që rëndësi ka është se pajtohemi dhe mësojmë prej tyre. Në ditët që pasuan, kopshti magjik filloi të rinovohej. Morghani, i udhëhequr nga pendimi dhe dëshira për të bërë mirë, përdori magjinë e tij për të riparuar të gjitha dëmet që kishte shkaktuar. Lulet që kishin tharë u gjallëruan përsëri, pemët që kishin rënë u ngritën, dhe burimi kristal filloi të rrjedhë edhe më i pastër se më parë. Zana vazhdonte punën e saj të përditshme, duke mbledhur nektar dhe duke e kthyer atë në mjaltën e saj shëruese. Por tani ajo kishte një ndihmës të ri. Morghani kishte mësuar se si të kujdesej për lulet dhe pemët, dhe ai e bënte këtë me një dashamirësi që e mahnitej edhe veten. Unë nuk mund ta besoj se dikur doja t'i shkatërroj të gjitha këto bukuri, i tha ai Zanës një ditë ndërsa po u iste disa lule të reja. Njeriu mund të ndryshojë, tha Zana. Ti je prova e gjallë për këtë. Dardi nga ana e tij vazhdonte të ishte ruajtësi i kopshtit, por tani ai kishte gjithashtu një mik të ri. Ai dhe Morghani kalonin orë të tëra duke biseduar për filozofinë e jetës dhe për rëndësinë e balancës në natyrë. A e di, i tha Morghani Dardit një ditë, se për shekuj kam menduar se forca qëndron në kontrollimin e të tjerëve, por tani e kuptoj se forca e vërtet qëndron në ndihmesën që u jep të tjerëve. Kjo është e vërtetë, tha Dardi, dhe kjo është arsyeja pse kopshti ynë është kaq i bukur, sepse këtu çdo gjë jeton në harmoni dhe ndihmë të ndërsjell. Një ditë, ndërsa të tre shokët po pushonin pranë burimit kristal, Zana pyeti diçka që e kishte menduar për një kohë të gjatë. Morghani, tha ajo, çfarë të bëri të ndryshosh pikpamje për jetën? A ishte vërtet vetëm mjalta ime, apo kishte diçka tjetër? Morghani mendoi për një moment. Mjalta jote ishte katalizatori, tha ai, por mendoj se ndryshimi i vërtet erdhi nga fakti se ti,
Një krijesë e vogël dhe e pafuqishme, ishte gati të sakrifikonte gjithçka që kishte për të më ndihmuar. Kjo më bëri të kuptoj se kisha qenë i gabuar për natyrën e dashurisë dhe të forcës. Po unë mësova gjithashtu diçka të rëndësishme, tha Zana. Mësova se edhe zemrat më të errëta mund të ndriçohen, nëse dikush është gati t'u jap atyre një shans.